Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur teleshikues, mirë se po takojmë edhe në këtë emision të ri bashkë me ne, në emisionin tonë dhe tuajin të lexojmë së bashku. Ashtu siç e dini, emisioni jon është i drejt për drejt dhe ju mund të kontaktoni me ne përmes numrave tuaj që i shihni poshtë ekraneve dhe të na beqatoni emisionin tonë. Por fillimisht hoxha është rëndi që ta lexon pjesën që i përket për ditën e sotshme. Dhe ajo është faqja 412 sipas renditjes së mushafit që kam para veti, saktësisht ajetet 12 dhe 19 të surës Luqman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Të dashurit e mi, këto ishin ajetet 12-19 të surës Luqman. Allahu i Madhërisht përmend në këto ajete se si Allahu i ka dhënë hikme, urtësi Luqmanit alayhis salam që ai mos me shoqëru Allahut Madhërisht asgjë për me falëndëru Allahun e Madhërisht me ato mirësi që Allah ja ka dhënë. Pastaj Allahu thot: "Wa man yashkur fa inma yashkuru li nafsihi." Ai i cili falënderon për vetveten e tij, e ai i cili mohon, Allah nuk ka nevojë, se Allah është i pasur, Allahu vetveti është i falëndëruar. Pastaj Allahu përmend në vazhdim këshillat që Luqmani alayhis salam ja dha djalit të tij. Këto këshilla duhet t'i marrim edhe ne përmes
Lukmanit a.s. dhe t'i zbatojmë vetë dhe t'ja japim fëmijëve dhe pasarzëve tanë. Kështu e thotë mos i bësh shirk Allahut sepse shirku është zullumi më i madh. Pastaj Allah përmend se si Allah e ka bë që prindërit ta lindin fëmijën dhe barra apo gjithënia është 2 vite. Pastaj Allah thotë falënderoj prindërit tu dhe kthimi yt është tek ne. Thotë nëse ata të shtyjnë me punu, me vepru kundër Allahut të Madhërisëm, atëherë nuk është e lejuar një diçka e tillë. Pastaj Allahu kthehet sërish edhe i përmend këshillat që Lukmani a.s. ja dha birit të tij, tu thonë ja bunayya, o biri im, iqimus salate, fale namazin, wa'mur bil ma'ruf dhe urdhëro për të mirë, wanha 'anil munkar dhe ndalon nga keqja, wasbir ma asabek, thot edhe bë sabër për atë që Allahu ka para pa më të mri ty. Inna dhalike min azmi al-umur, edhe kjo i takon njerëzve të vendosur. Edhe kësaj Allahu të rjek vërejtjen përmes Lukmanit a.s. Këshillot edhe biri Lukmanit a.s. por edhe gjithë ne, se përndryshe do të ishte pa kuptim kjo dituri, kjo njohuri të na ipej neve në Kur'an. Prandaj Allahu na tërheq vërejtjen mos ec krye lart në për tokë, se ti as nuk mund të arrish lartësinë e maleve dhe as nuk mund ta qash tokën. Allahu nuk e don asnjë mendje madh, asnjë mohues. Pastaj Allahu na tërheq vërejtjen përmes Lukmanit a.s. duke thënë birit të tij Lukmani a.s. që thot mos fal ose mos e ngrit zërin, mos e tepro me ngritjen e zërit, sepse thot zëri i lartë është zëri i gomarit. Allah në lusim që këshillat ja dha Lukmani a.s. djalit të tij, ti marrim edhe ne dhe familjarët tonë dhe të na bëjnë dobi këto këshilla. Të dashurit e mi, tani është radha juaj. Presim nëse kemi në linjën tonë dika nga ju. Ka telefonues? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Jam Talha nga Prizren. Talha, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Si kalove sot, Talha? Mirë, alhamdulillah. Kja gjeru sot? Po. Të lumë, Talha. Ka ardhë vështirë agjerimi? Jo. Leximi Kuranit apo të vjen vështirë? Jo. Ajo mbajtja sistematike, kontinuiteti i leximit Kuranit, apo të vjen vështirë? Jo. Të lumt. Atëherë çka ke menduar sot me lexu me ne? Disa ajete të surës Qiyama. Disa ajete të surës Qiyama. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Dhe këto. Allah shpërblej, faleminderit shumë. A bën edhe djali tezës? Patjetër. Cili është djali tezës sot? Sufjani. I njëjti. Po. Selam aleikum Sufjan. Selam aleikum. Aleikum salam. Si kalove sot? Alhamdulillah. Ja gjerushëm? Po. Të lumt, Allah kabul. Qa ke mendu me lexu sot me ne? Suratul Rahman. Suratul Rahman. Po. A bën pjesën e parë? Po, po. Ashtu të lutem. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان تلكته Të lumt, Allah shpërblet, faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve tjera të na telefononi. Tani përshëndesim El Talhan dhe Jusufin, selamu alaikum e themi, dhe i presim edhe herave të tjera, ndërsa tani Selam aleikum. Aleikum selam. Kush në lajmërot? Aneja. Anea, mirë se erdhe. Sa veçare Anea? E sa vjeçare jam? 10 vjet e gjys. Mashallah. 10 vjet e gjys. Mashallah, qa kemi nu me ledzu sot? Kula vuzën. Hajde, bismillah, ordra. بسم الله الرحمن الرحيم تقول أعوذ برب الناس إلى ديوت ملك الناس إلى مشرف بس الحناس الذي سوبيز الناس من الجنة الناس Të lumt, faleminderit shumë. Allah shpërbleft, të presim edhe herë të أبدا tjera. مطرن تاعنا أبدا نكون الإلهي Ilahi, në këto është emisioni dedikuar Kur'anit. يكسر دوب Okej, ordra. Me shumë kënaqësi e presim motrën. السلام عليكم Aleikum selam. Kush na paraqitet? أنا لا طهيرة Anela Tahira, mirë se erdhe. vendosë të kënaqë do të kënaqë I nota I nakul kafe Ordra të lutem, filla tani. بسم الله الرحمن الرحيم كل كافة فتيرة بكين الشورى كيفت ونحر إفت أكتر الله أكبر Allah shpërbleft, faleminderit shumë. Ju presim edhe herave të tjera. Tani në vazhdim presim telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? السلام عليكم Aleikum salam. jam Tuana nga Prizren Tuana, po mirë se erdhe. mirë Si kalohet sot Tuana? mirë elhamdulillah Alhamdulillah. Qa kemi ndu me ledzu sot me ne? surën Zelzele Urdhrat lutem, filla tani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى Tuana, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonash. Ndërkohë, përshëndesim Tuanën dhe presim telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Alo? Alo, Alo, përshëndetje. assalamu alaikum. Aleikum salam. Kush është me ne? Buruni. Mirë se erdhe. Buran, prej? Alo, Norvegjis? Alo? Po. Urdhra të lutem. Ha? Urdhra, filla tani. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Quraish, ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'i amanahum min khawf. Të lumë, faleminderit shumë, Allah shpërbleft. Të presim edhe ditëve tjera. Presim telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Selam alaikum Aleikum salam. Unë gjuam Bahria Jupin nga Rahovecin Mirë se erdhe. Mirë se ju dhe Qa kemi ndu me ledzu sot? Surën Falak Urdhra të lutem, filla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد Allah shpërbleft, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera.
Ndërsa në vazhdim presim telefonusin e radhës. Alo? Alo, urdhroni? Selamu alaikum. Alo? Alo, urdhro? Jeni drejt për drejt. Urdhroni, lutëm, ne ju dëgjoj. Po urdhroni? Selam aleikum. Aleikum selam. Urdhroni, qa kemë mendu me lexu sot? Unë komendu me lexu ilahin elhamdulillah. Fillat, lutëm. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Shumë bukur, faleminderit shumë. Po kush na lexon Abone alhamdulillah? vëlloja. Para se t'ja kalosh telefonin vllaut, na tregon se kush na lexon alhamdulillah. قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. Lem yalid wa lem yulad wa lem yakun lahu kufuwan ahad. Shumë bukur, mashallah. Kush na lexoj surën Fatiha, kush na lexoj kul huwa Allahun? قل هو الله الذي بلويا Emrin. كل أنا لذوق. Bukur shumë, faleminderit shumë. Ju presim edhe herave të tjera. أوكي. Selamu alaikum. Ndërsa të dashur teleshikues, tani kemi mysafirin e parë për ta prezantuar dhe ajo është një vajzë shumë e mirë, shumë e talentuar, është në Bresa. Bresa, mirë se në ke ardhur. Mirë se u gjeta. Qa ke mendu me lexu sot me ne? Faqen e 6 të surës Bekare. Urdhrat lutëm, filla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي يا التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. Shumë bukur, Allah shumë blej, faleminderit shumë. Që sa ko po mëson Kur'an, po lexon Kur'an? Vitin e kolum ja kum nis me lexu. Në çfarë mënyre ke shku te hoxha, te mësuesja, te shtëpia, ku ke mësuar? Te xhamia e fshatit, te mësuesja Jetmira Vishësilla Berisha, të cilën e falenderoj shumë për përkushtimin, për leximin, shkrimin e Kuranit dhe dua, hadithe, sure dhe historitë të pejgamberëve. Mashallah. Qam thuti, është e vështirë krahas mësimeve të shkollës, është edhe mësimi i fesë, është i vështirë? Jo, mos më vjen i vështirë. Prandaj ata të cilët e marrin si pretekst nuk kanë të drejtën. Mendon ti ashtu? Po. Të lumtë. Edhe unë mendoj sikur ti. Për kundrazi veç se ka me ju letu pastaj edhe mësimet e shkolla. Në vazhdim, kthehemi tek ju të dashurit e mi. Nëse kemi telefonat, alo, kujt i themi? Alo, kemi telefonat? Alo, e mirë presim? Alo, kujt i themi? Ersi me Jusuf. Mirë se erdhe.
Mirë se ju gjeta. Qa ke mendu me lexu sot? Kul huwallahu ahad. Fillat lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumë, faleminderit shumë. Allah shpërbleft. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh. Ndërkohë, duke përcjellur telefonusin para prak, presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Alo, urdhroni? Assalamu alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Edna. Mirë se erdhe. Qa ke mendu me lexu sot me ne? Unë kam lexuar Kul huwallahu. Fillat lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumt, Allah shpërblef, faleminderit shumë, të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh. Ndërsa, në vazhdim presim telefonusin e radhës. Selamu alaikum. Selam alaikum. Aleikum selam. Kush le Unë jam bro? Vlera. Urdhra? Vlera nga Fushkosova dhe po du më thonë Surenare. Mirë se erdhe, okej. Urdhra të lutem, fillani tani. Eudhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahu wal fath wa ra'ayta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Të lumt, faleminderit shumë Vlera, të presim edhe ditëve tjera. Ndërkohë e përshëndesim Vlerën dhe i dëshirojmë iftar të këndshëm dhe pasaj presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo, Selamu alaikum, urdhra. alaykum salam wa rahmatullah. Kush na telefonon? Besar Halili nga Ferizaj. Mirë se erdhe. Qa ke mendu me lexu sot? Surën Maun. Ma'un. Fillat lutem. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Të presim edhe ditëve tjera. Ndërkohë presim telefonusin e radhës. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Kush është me ne? Unë jam Dela. Mirë se erdhe. Qa ke mendu me lexu sot? Unë kam më thonë surën Kausar. Fillat lutem. Unë kam më thonë surën Kausar. Nisja. Faleminderit. Inna atona kal Kausar, tusalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka wal abtar. Allahu akbar. Të lumt, Allahut shpërblef, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera. Ndërkohë, presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Alo? Alo. Urdhroni. Kush është me ne përmes telefonit? Ushejt Barazitin. Mirë se erdhe. Qa ke mendu me lexu sot me ne Usejt? Surën Maun. Ma'un. Me shumë kënaqësi të presim të na lexosh. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Faleminderit shumë, Allahu të shpërbleft ose të presëm në ditëve tjera. Faleminderit, urojmë iftar të këndshëm. Ndërkohë të dashurit e mi, tani është koha ta prezantojmë edhe mysafirin e dytë për sot. Mysafiri ynë i dytë në studio është Ensari, vllau i mbresës. Mirë se erdhe, Ensari. Mirë se gjeta. Ensari, çka ke menduar me lexu sot me ne? Sot kam menduar me lexu disa ajete të surës Bekare, prej faqes 23. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما شاء الله تبارك الله, Allah të rujtë shpërblet. Faleminderit shumë. Ensar, që sa lexon Kur'an ti? Kam fillu me mësimet e Kur'anit prej që 3 vite tash. Çfarë metodologjie, ku të shtëpia, të mësuesja, të hoxha? Mas pari mësimet për fej kam prej shtëpisë, elhamdulillah. Tani kam fillu me leximin e Kur'anit në xhami me mësuesen jetë si motra. Pastaj prej vitit të kaluam kam fillu me mësimet e Kur'anit dhe rregullat e tajwidit me hoxhën Fitim Gërgurin. Mashallah. Ti duhet i falenderoj shumë, Allahu shpërbleft për mundjen dhe për kushtimin që kanë pas. Amin. Amin. Dhe ne i falenderojmë edhe lutemi për ta, mos e harroni në duat e tua, sepse kemi hak shumë ndaj atyre që na kanë mësuar. Aliu radiallahu anhu ka thonë, ai që ma ka mësuar thot një elif në jetë, thot unë llogaris vetën në rob, skllav të tij. Prandaj ata kanë shumë të drejtë neve, ose na kena hak ndaj tyre shumë. Bukur. Mendon në pyetjen e një deshta ta tërheqi prej mbresës tek ti. Mendon se është e vështirë mësimi i Kuranit edhe mësimeve fetare, krahas mësimeve të shkollës që shumë fëmijë edhe prindër të tyre marrin si pretekst. Le të mësoni herë te shkolla bolle ka çto mësime. Unë mendoj që as pak nuk është e vështirë, madje është edhe shumë e lehtë, se do sa mendojnë që me mësu Kuranin është shumë e vështirë, shkronjat e roje janë shumë vështira, përkundrazi feja Allahut është shumë e lehtë, fjala e Allahut është shumë e lehtë për me mësu. Edhe vetë se që atë ndihmon edhe ma shumë njëtën e përditshme ajo dia që e ki për Allah. Të lumt. Zakonisht i gjejmë djemtë dhe vajzat që mësojnë xhami, të cilët janë me notat më të mira në shkollë, domethënë kjo nuk është nuk është veç rastësisht. Qartë është. Bukur shumë, Allah shpërblet. Faleminderit shumë. Të dashurit e mi, kthehemi tek ju me telefonatat e radhës. Alo, kujt i themi? Alo. Alo, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Kush është me ne? Era Dauti, nga Shtinja. Urdhra Era, çka ke menduar me lexu sot me ne? Surën Bejna. Urdhna. Filla tani. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Faleminderit shumë. Era, të presim edhe herave të tjera të na telefonosh, por pse jo edhe të jesh mysafir me ne këtu në studio. Ndërkohë, duke përshëndetur erën dhe duke i dëshiruar iftar të këndshëm, presim mysafirin përmes telefonit që njëherë të është telefonata e fundit për sot. Alo, kujt i themi? Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Unë jam Omer nga Mitrovica. Kush? Omerin nga Mitrovica. Omer, mirë se na erdhe. O sot kom përgjith dhe mi thonë dhe suret, dhe ajetet surës Bekara. Urdhrat lutëm, filla tani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah shpërbleft, mjafton këtu. Faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh dhe pse jo edhe të jesh mysafir këtu me ne në studio. Të dashurit e mi, para se të përfundojmë emisionin për sot, kthehemi edhe një herë tek Mbresa për ta përfunduar bisedën që veç e filluam. Mbresa, kin mesazh diçka për vajzat moshës tonë, më të reja apo më të vjetra? Mesazhi im është për gjithë fëmijët që të jenë të sjellshëm kudo, të mësojnë sa më shumë si në shkollë dhe në xhami, dhe që të bëhen kuror për prindërit e tyre në botën tjetër. Shumë bukur, Allah shpërbleft. Edhe unë uroj sikur se ti. Faleminderit shumë. Ndërsa Ansari, çka ka për fund? Unë për fund kemi për me thonë shumë se Kurani shumë i madh, por me 2-3 fjalë. Unë kisha thonë që gjithë fëmijët e Kosovës mu angazhu pak më shumë ka feja, me mësu Kuranin, si të lexohet, me mësu fjalën e Allahut, se veç kështu domethënë ndryshe nuk ka shpëtim në botën tjetër. Kjo është garanca më e madhe. Kjo është garanca më e mirë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Të dashurit e mi, edhe njerë ju bëj me dije se ju mund të bëni rezervimet tuaja që të jeni me ne në studio. Prandaj, ne për sot ishte kjo e përgatitur për ju presim edhe herave të tjera na telefononi, ju lëm në amanetin Allahut Madhërisëm, bashkë takohemi nesër në të njëjtën kohë.